Duke ardhur me Fredin Shahajn, njëri nga pinjollët e Mehmet Selim Mallkeqit, mendova në makinë. Shqipëria është një mal legjendar kështjellash e shqiponjash lirie. Lumbi Vlorës është një shqiponjë në flutërim për lirinë e këtyre trojeve, me kratë fuqishme, Dhëmblanin, Tepelenën, Dukatin, Himarën dhe gjithë shqiptarinë. Lufta e Vlorës është lufta kombëtare e Vlorës. Komentet janë të tepërta. Epika historike për luftën e Vlorës ka thesare, ka ciklin më të pasur të historisë pasqyruar në vargje, në gjithë historinë e popullit shqiptar. Janë si periudhë historike shumë pak dhe ka një epikë historike të mrekullueshme, vërtet homerike. Në këtë kuadër, trimat e Vlorës, të Tepelenës, të Dukatit, të gjithë Labrisë, të gjithë shqiptarisë, u mblodhen parashalla, vanë beun, vendosën 12 komision ultimatumin. Ultimatumi është i mirënjohur. Unë thjesht do t'ua them me 2 fjalë. Me që jam dhe autori i librit Lufta e Vlorës, historia në pikën historike. Nga Beuni, Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare i drejton një ultimatum general Piacentinit. Populli shqiptar, thuhet në ultimatum, nuk mund të pranojë ndarjen e Shqipërisë sipas traktatit të fshehtë të vitit 1915. Sot, populli shqiptar i bashkuar më shumë se çdo herë, duke mos mundur të durojë të shitet si bakti në përpazaret e Evropës, si shpërblim italo-greko-sërb, vendosi të marrë armët dhe të kërkojë nga Italia administrimin e Vlorës, Tepelenës e Himarës, të cilat do t'i dorëzojnë së shpejti qeverisë kombëtare të Tiranës e të tjera. Këtë ultimatum nuk mund ta dorëzonte kushdo, po një burr trim, një burr i ditur, paktën italishten e zotronte njësoj si shqipen, Mehmet Selim Mallkeqi. Gjemon toka, kalon trimi, kaleron Mehmet Selimi, nga i trëmbet gjemimi e dridhet vet Piacentini. U zgjuan malet nga gjumi, e tundi labje tundi, flakëron në ultimatumi, Italin e madhe mundi. Guximtar, djali Mallkeq, një valle trimash po heq, iko generali keq, thyej qafësh, poru dreq. Ecën mbi pelën e bardh, mustaqe dredhën në maj, trupin bredh festen më njan, shpres e bardh mbi pel të bardh. Si shqipon një shkoje dhe vije, i pafjetur i stuhive, me ballin si për në hyje, e si këngë e lirë lirie. Një zjarr në zëmër i ndizet, si gjigant mitologjie, në përgura labrie, pikon ëndër Shqipërie. Ultimatumi i shkruar, një epope e filluar, flamuri i trashëguar, një dritë pishe e pashuar. Kënga trimave është e çdo kohëshme. Lule more trima, qërat pra dhe, ju e bë detyrën, çfarë po bëjmë ne? Lavdi.